Ne kemi përcjell me vëmendje këtë proces, një proces gjyqësor maratonik që i ka ardhur fundi. Gjykata speciale nga themelimi e dim se pse është themeluar dhe thelbin e ka pas në raportin e Dick Martit me një iniciativë të disa deputetëve, eurodeputetë rusë, po dhe të prokurisë së Beogradit, por kjo gjykatë, që kemi pa kronologjinë e zhvillimit të procedurave që i kanë ndjek, edhe pse ka qenë gjykatë e themeluar me ligjet e Kosovës dhe është quajtur e Kosovës në parim në procedurë nuk e ka përfill asnjë ligj në funksion të vendit që është ngrit, por nuk e ka përfill as ligjet e mirëfillta ndërkombëtare në këtë rast, drejtën evropiane për liritë themelore dhe drejtat e njeriut, drejtën zakonore, as drejtën penale ndërkombëtare, e ka zhvilluar një procedurë sui generis. Është e vërtetë që krerët e OÇK-s e kanë kaluar një periudhë gjatë aty. Kemi pa dëshmitarë të cilët janë përgatitur, kemi ndëgjuar deklaratat publike që janë edhe mediale të ish kryeprokurorit prokurisë së Serbisë, i cili deklaron që, domethënë, përmes Dick Martit e kemi arrit qëllimin tonë për themelim të një gjykate speciale, cila do ta trajtoj luftën e OÇK-s, në këtë rast vetëm ish luftarët e saj. Kemi pa një deklarat pastaj të eurodeputetit Dick Mart, i cili është deklaruar, por edhe deklarimin e policisë zvicrane që ka pas një tentim për vrasje të Dick Martit nga shërbimi serb, pasi që ka dështuar akt akuza për të cilën është ngrit gjykata speciale për shpinë e verë dhe trafikimin e organeve. Pra, të ndërhyj këtu, zot Llaparçita, a devijoj nga misioni që për cilin u themelu kjo gjykatë? Devijoj për arsye se patëm tërheqje edhe të prokurorit të rastit, edhe u mbyll çështja e shtëpisë së verdhë dhe trafikimit të organeve, dhe në atë kohë institucionet e Kosovës, pa edhe vetë ish krerët e ushtrisë qeverimtare, domethënë e kanë ditë që domethënë ushtria qeverimtare nuk gjendet në këtë terren. Pastaj, shteti serb ka marrë një ofenzivë të re, diplomatike, financiare, të gjyrmimit të gjetjes së dëshmitarëve të rrejshëm, të pagesave të tyre, që kemë këtë rast edhe intervistën e prokurorit Smith që thotë kemi blerë dhe dëshmitar, të deklarimit në seancat të speciales që njëherë janë përgatita dëshmitar edhe shqiptar, edhe serb, edhe të tjerë, domethënë për këtë rast. Kemi pastaj kemi dëgjuar mbrojtjen e njerëzve të kohës. Po se, para se dalim të mbrojtja, zot Llaparçita, kemi pa edhe dëshmitarë shumë që kanë dëshmuar atje në një proces ku kanë qenë të mbulum dhe nuk e kanë ditë se kush është ai dhe domethënë për çka po dëshmon, kuptimin se nuk e kanë ditë ka është, kush është dhe as nas prejordin as përveç ato. Çuçi ke po çitu dëshmi që janë dhënë deri me tani, sidomos nga prokuroria që kanë qenë do thotë dëshmitar të mbrojtur. Prokuroria ka dështuar në këtë gjykim, ashtu mendoj unë. Unë jam për vete jurist, por unë nuk dyshoj që gjyqtarët evropian i shteteve ka vinë që në gjykimin përfundimtar ata i kanë dëgjuar edhe ato përgatitje, kur na e dim prej kuhit kanë rrjedh përgatitjet e dëshmive, besoj që edhe trupi gjyqtarëve aty e din se ka ardhur. Pastaj prokuria speciale nuk ka arrit hala, nuk ka dalë për media të njoftoj opinionin publik se si rrëdhen materialet e dëshmitarëve
që më rinë atëherë në organizatën e veteranëve të luftës e pasaj me një arrestim të i shkrerve tonë. Po që e vujtën Hysni me Ngucotit dënim. edhe Zotit Haradinaj. Dhe më thonë, kjo ka devijue, ka dështue, ka qenë një proces i montuar politik, i cili besoj që epilogën përfundimtar do ta ka pozitiv. Gjykimi pozitiv, në këtë rast për krerët e gjykës është një gjykim pozitiv për NATO-n, për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për Shtetet Evropiane, për shtetet e prokurorëve dhe gjykatësve që janë aty, që në kohën kur u zhvillu edhe kur u luftue ushtria qëllimtare e Kosovës, ka funksionue si një trup me akteret ndërkombëtar. Edhe në aspektin politik, në atë kohë drejtëria politike të cilin e drejtonte prezidenti Thaçi, po edhe trupat operativ të ushtrisë qëllimtare të Kosovës, të cilët, dhe më thonë, të gjitha veprimet i kam pas të përbashkëta. Në shumë media kom potencuar që kemi qenë organizata e vetme ushtarake, guerilja e vetme e kohës, e cila ka marrë për krajën e botës ndërkombëtare, edhe të nivelit politik, liderëve më të rëndësishëm të kohës. Që e dëshmun edhe dëshmitarët pastaj të mbrojtjes që i thiri mbrojtja e Thaçit. Këto qeveri të vendeve perëndimore, të Evropës edhe të Shteteve të Bashkuara, me 10 organizata të cilat kanë pas tendenca tjera, pas çlirimit kumbit vet, i kanë shpoll organizata terroriste, të cilat kanë pas në prapasken një mision tjetër. Deri sa e mbin, ne kemi deklarimin e ambasadorit Hill, i cili thot, kur kemi ardhur në Kosovë, nuk kemi ardhur t'ju ndihmojmë as Serbisë, as Kosovës, po të mbështesim politiken amerikane. Dhe deri sa jemi bind që ushtria qlirimtare e Kosovës ka funde të pastra, deri sa jemi bind që ushtria qlirimtare në trupat e saj nuk përbën trupa fundamentaliste, deri sa e kem përcjell funksionimin e saj, dhe më thonë, na kemi qenë të papërcaktuar. Në momentet që të gjitha këto organe, politike, ushtarake, perëndimore, janë bind që ushtria qlirimtare e Kosovës, mision e ka vetëm lirinë e popullit të vet, dhe më thonë që ky bashkëpunim në këtë rast mas pari ju takon drejtuesve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, të cilët në ato rrethona kanë arritë që të mrinë deri në nivelet më të larta politike të NATO-s së Shtetit Bashkuar të Amerikës, kurse nëse kthehemi në retroaktiv për këto 26 vite, mendoj që prej ushtrisë qlirimtare të Kosovës, prej këtij rrugtimi dinamik, apo prej veprimeve të sajna, sidomos prej vitit 94 deri në vitin 99. Kanë fituar të gjithë, ka fitu Kosova, por të gjithë kanë fituar, po deri në këto momente vetëm pjesëtarët e ushtrisë qlirimtare të Kosovës nuk kanë fituar kurrë. Pse po Po fal,